cilat janë orët në të cilat ti më së shumti studion për pianon? Unë e kam rregulluar, do të thënë e kam bërë orarin tim të mësimit në Universitetin e Arteve të hënë dhe tente. Janë 2 ditët që i kam kushtuar mësimet. Kështu që të martën, të premten, të mërkurën, mund edhe të jem edhe paradite, po përgjithsisht, për shembull mbas dite 5-7 është gjithmonë një orar që ja kushtoj pianos. Edhe paradite, edhe kur nuk studioj paradite. Themi studim sepse me sa duket, ky instrument është i pakon në studime dhe duhet gjatë gjithë kohës të jesh e përkushtuar për të përditësuar ndoshta gjithçka ose për të përmirësuar gjëra. Jo vetëm të ka lodhur ndonjëherë se ka muskujt përfshihen muskujt kanë nevojë për punë të përditshme. Më thënë nëse si një sportist shumë i mirë që mund t'i ketë gjërat shumë mirë në kokë se çfarë duhet bëj, po pa atë stërvitjen për ditë nuk funksionon. Kështu që dhe unë thjesht çohem në mëngjes dhe i bëj stërvitjen e muskujve gishave të mi. Shiko, është ajo që e kemi thënë edhe herë tjetër që muzika ka një gjë, po e le të la. Si sporti, po e le. Si sporti, si çdo gjë tjetër. Si çdo gjë që lidhet me muskujt. Shumë. Po jo, ajo që duket kaq e këndshme është si puna e jogës, që të gjithë kur e nisin fillimisht e nisin me idenë që nuk do bëj palestër se nuk dua të ngrej pesha dhe kuptojnë që yoga është shumë më e vështirë se sa palestra. Njëjtë duket edhe puna me pianon apo me instrumentat e tjerë se fizikisht kanë përshtypjen të lodh shumë. Të lodh dhe dua ta lidh prapë me jogën që në momentin që ti e ke nisur studimin, ato muskuj të nesërmen sikur të thrasin, sikur të kërkojnë që ti ta bësh atë punë për ditë. Më thënë shumë ndodh mua të paktën që çdo ditë edhe kur më duhet të bëj ndonjë udhtim ose të bëj ndonjë pushim me javë, kam nevojë, më thrasin muskujt e gishtave që duhet shkoj ti praktikoj. Kështu që edhe yoga pak a shumë kështu është që muskujt sikur kanë nevojë të thrasin përsëri që ti duhet t'i bësh atë stretching apo atë kërkesën aty. Po që është gjë e bukur për një njerëz që është mësuar gjithë jetën me disiplinë si puna ime. Do vim dhe te disiplina, një tjetër kuriozitet, këto sëmundjet profesionale tani. A lidhet me të qëndruarit ulur për shkakun çështjet e mesit? Si është kjo puna? Si çdo njeri, po kam përshtypjen kjo smundje dhe aty që ri në kompjuter sot në këtë ditë. Se qëndrimi është i njëjtë, ulur me kokën poshtë, cervikalja, edhe gjëra të tjera, po duhet gjithmonë të bësh përveç ushtrimeve të gishtave të bësh dhe ushtrime trupit tashmë. Ta alternosh të çosh. Qëndrimi në të njëjtin pozicion është gjithmonë një problem. Vetëm se në dallim nga ai kompjuterit i cili mund ta marr laptopin edhe të shtrihet në krevat. Piano nuk mund ta ndryshoj pozicionin, nuk mund ta ndryshoj pozicionin. Pikërisht. Për të ndalur tek fillimet. Ta nisim nga ty dhe do të mbërrim deri në ditët e sotme. 6 vjeç. Hera e parë kur prindrit dalluan talentin për piano. Si ishte ai moment? Me ai sa mund të kujtosh ose me çfarë të kanë rrëfyer? Unë këndoja në shtëpi dhe kisha muzikën shumë qef, ashtu siç e kanë të gjithë fëmijët. Dhe prindrit e mi do donin që të bëhesha violiniste, unë sapo pash pianon dhe dëgjova tingujt e pianos, kam pas shumë fat për këtë që kam pas këtë ide. E tregova dëshirën time që unë dua të bëhem pianiste. Më pëlqen si instrument, më pëlqen si tingëllim, më pëlqen çdo gjë te piano akoma dhe sot, mbas gjithë këtyre viteve. Kështu që ju futa këtij profesioni. Si gjithë fëmijët, jo me ndonjë entuziazëm të veçantë studimi, sepse gjithë mendojnë që edhe fëmijët e mi e përfshirë, që të bësh pianiste është ulesh, ma mëso si bëhet dhe unë do ta bëj tani. Në fakt jo. Ai është një përparim shumë i ngadaltë që vjen. Të duhet shumë vite të perfeksionohesh, për shembull babi im vazhdimisht kur isha studente, vinte aty te dhoma ime më thoshte, po akoma nuk e ke mësuar këtë instrument, edhe unë për shaka e pyesja tha, tani më thuaj drejtën, ti si mendon sa vite i duhet një njeriu? Po 4, për të mos të ofenduar ty që ke gjithë jetën dhe s'po e mëson. Puna është që është instrumenti më i thjesht për të luajtur për herën e parë, se tastiera është aty dhe ti direkt prodhon tinguj, po më i vështiri për të masterizuar. Për të bërë një pianist shumë i mirë duhen shumë orë pune. Kurse violina për shembull ose violonçeli, gjitha veglat e tjera, harqet, po dhe veglat e frymës duhet mësosh një herë se si nxirret tingulli, nuk është direkt. Frekuencën e duhur të tingullit. Si e prodhon. Ndërsa në piano i ke të ndara, tang, po. Direkt mund të luash një melodi që orën e parë të mësimit. Po pastaj vështirësia është që dora e majt bën tjetër gjë, dora e djathtë tjetër gjë. Kështu që duhet
thonë që pianistët kanë një lloj zhvillimi tjetër të trurit sepse në të njëjtën kohë bëjnë dy gjëra. Bëjnë dhe këtë dhe këtë. Që nuk është e rekomandueshme sepse zakonisht është e vështirë ta kesh fokusin në dy gjëra, po kur ta kërkon. Jo, nuk rekomandohet fare sepse i bie që njërin mos ta bësh shumë mirë, po ne kemi të detyrueshme të bëjmë në të njëjtën gjë, të mendojmë ndryshe me dorën e majt, ndryshe me dorën e djathtë, kemi edhe pedalin ke këmba. Se mos harrojmë edhe pedalin, no? Është edhe pedali. Edhe pedali dhe këmba. Kam përshtypjen, Merita ti duhet të jesh shofere shumë e mirë. Manovroj mirë pedalin. Dhe duke mësuar edhe duke marrë parasysh edhe faktin që kemi të dyja duar në veprim, instinkti duhet të jetë goxha i zhvilluar. Kjo ishte shumë e bukur se e kam pas bërë vet, po nuk e kisha menduar siç e theti që dora e majt bën një gjë dhe dora e djathtë bën një gjë tjetër. Vazhdimisht ke piano. Ke pianisti kjo është vështirësia që të dyja duart duhet të jenë të pavarura nga njëra tjetra. Dhe prandaj është gjithnjë më vështirë pastaj perfeksionimi i materialeve të vështira në piano, kurse violina po kjo është dhe bukuria, se violina për shembull bën vetëm një bën vetëm një melodi, kurse me pianon ti mund të luash çdo gjë. Atë që luan orkestra, ti mund ta luash në piano. Po. Me violinën, me trompën, me flautin, me violoncelin ti bën vetëm vion melodike, ose vetëm vion shoqëruese. Me pianon ti bën çdo gjë. Prandaj ky instrument është bën edhe vjen e parë dhe vjen e dytë edhe vokalin edhe ti mund marrësh një simfoni dhe ta luash në piano me të gjitha zërat e saj, me të gjitha tingujt. Prandaj ky instrument është kaq është i gjerë, është shumë i gjerë, po themi. Ka potencial të luaj çdo gjë. Kur fillove ta duash realisht pianon, përtej asaj dëshirës një fëmijë kur sheh një instrument aq magjik, do thoya unë, dhe patjetër ka dëshirë ta mësoj dhe të jetë ai i përzgjedhur, sepse njëjtë reagojmë edhe ne që nuk për shembull se pregonin do ta testojmë më vonë, merr vesh apo jo nga piano. Sa po e shoh një piano, dua natyrshëm të shkoj edhe të prek tastet. Po kjo s'më bën as të informuar rreth atij instrumenti, as pianiste nga ana tjetër aq më pak. Po kur fillove ta duash realisht? Pyetje shumë e mirë. Unë natyrisht që ka qenë kjo dëshira që një instrument që lëshon tinguj dhe të shkojë, dhe gjithë gjatë periudhës së 8 vjeçares nuk është që me ziprisja tu lesha në piano, absolutisht e kisha pak si vështirësi, po hajde se duhet bërë, po janë provimet, dhe në të njëjtën kohë paralelisht isha edhe me mësime shumë mirë, kështu që fare mirë mund të kisha vazhduar dhe në gjimnaz. Tamam kur mendoj që të gjithë e kanë atë zgjimin në ndërgjegjen e tyre çfarë duan të bëjnë jetë rreth moshës 13-14 vjeç, pak a shumë të krijohet ideja se çfarë vërtet do, edhe është edhe ndarja midis shkollës mesme, drejtimit që të merr jeta. Në ato momente prindrit vërtet ma bën këtë pyetje që do të vazhdosh me që shkon mirë, do vazhdosh gjimnazin apo do vazhdosh liceun, dhe në momenti që të bëhet kjo pyetje ti vërtet duhet zgjedhësh tani. Dhe unë ishte viti që u bëra ndërgjeshme që duhet studioja shumë më tepër nëse duhet bëhesha pianiste mirë. Dhe sa më shumë që studioja, aq më shumë e kuptoja që ky instrument është mënyra se si unë mund të paraqes veten ndaj botës, mund të them atë që mendoj, edhe mund, nëse e them mirë, aq më mirë pastaj. Që nash mosh e vendosja që të bëhesha pianiste për e vërtetë. Kjo është e bukur dhe kjo lidhet me pyetjen tjetër që unë doja të bëja, çfarë është muzika për ty? Dhe e them këtë në momentin kur vërtet fillove ta kuptoje dhe ta jetoje, se janë ato vitet e para që mëson, studion shumë fort dhe nuk e ke shumë mendjen që të reflektosh mbi muzikën, po thjesht të perfeksionosh teknikën e veglës e instrumentit. Po kur fillon ta kuptosh që çfarë është muzika realisht? Shiko, ka qenë një proces shumë i gjatë për të arritur këtu. Mos them që vitet e shumë më vonë e kam kuptuar, ose më sakt e kam qenë e ndërgjeshme vërtet se çfarë privilegji kam që bëj muzikë të bukur. Në periudhën, po e vazhdoj udhtimin në periudhën e shkollës mesme, thjesht emocionohesha, vazhdoja emocionohesha dhe mrekullohesha nga muzika dhe nga repertori i bukur i pianos. Po akoma nuk isha arritur atë fazën që asaj që di mirë tani, që
të jesh pianist dhe të luash repertor të bukur është privilegj. Të kesh mundësi të luash, le të themi sonatën e hënës, apo vepra të tjera të mrekullueshme në piano është një privilegj. Dhe aq më tepër nëse dita bësh mirë këtë dhe t'ia shfaqësh njerëzve. Po akoma në atë periudhë është tek të gjithë instrumentistët dëshira për virtuozizëm, dëshira për të rënë fort, shpejt, për të bërë figura, figura virtuoze, shiko sa shpejt e bëj, akoma është ajo periudhë. Dhe studentët që unë punoj tani, që janë 18, 20, 22 vjeç, akoma janë në këtë periudhë që kanë shumë qeft virtuozizmin. Dhe ajo që i bën përshtypje te njëri tjetri është cirku, le të themi që filani era më shpejt se ky. Do thënë, janë faza normale të jetës këta. I riu kërkon shpejtësi dhe Fast and Furious. Shpejtësi dhe çmenduri. Shpejtësi dhe çmenduri. Kështu që është fazë normale kjo. Edhe unë e kam kaluar këtë moment. Sa më shumë që njeriu rritet, aq më shumë thellohet pastaj në përmbajtje. Dhe ajo që unë bëj tani si zysh, si profesora, unë përpiqem që ata ta shijojnë këtë muzikë edhe në përmbajtje, krahas me virtuozizmin, le të themi, të shikojnë dhe bukurinë e veprës që po luajnë. Çdo të thotë kjo. Kjo do të thotë që e them se unë jam njëri nga studentët e tu, për shembull dua të ma shpjegosh. Edhe duke qenë se e kuptoj pianon. Po jo në atë nivel, po. E kupton muzikën. E kuptoj, po. Kompozitorët që ne luajmë janë përveç që janë kompozitor që koha i ka treguar që vepra e tyre ka vlerë të paçmuar, sepse kanë 200, 300, 400 vjet që janë shkruar përpara, kanë qenë dhe filozof. Dhe mbrapa atyre veprave që ata kanë shkruar është edhe një mendim shumë interesant. Dhe përveç bravurës, le të themi, të listit, edhe atyre shkallëve dhe atyre arpezheve të shpejta që bëjnë përshtypje, është një filozofi jete. Le të themi, me që ngelem ke liste. Dhe në fakt, më falë se të ndërpreva, po në fakt kur dëgjojmë muzikë klasike, të gjithë përfshihemi edhe futemi në një gjendje, mendojmë diçka, shkojmë më thellë se sa thjesht të dëgjuar disa fjalë që po nuk është rastësishme, e ka bërë ai që të futesh ti, po. Për shembull, tek listi ka shumë vepra që Mephisto Vals për shembull është një nga ato vepra. Tani vet titulli e thotë që bëhet fjalë për djallin. Mefistofeli. Mephisto po. Që është nga vepra e Faustit të Goethes. E Goethes, po. Kështu që kush e di se për çfarë bëhet fjalë, nuk duhet patjetër të mirë është ta kesh parasysh edhe veprën, po pak a shumë bëhet fjalë për Faustin, që është ky njeriu normal, dhe Mephisto, që është ky djalli që kërkon ta mashtrojë. Po. Dhe ti çojnë në kokë ide të liga, le të themi, edhe ajo intriga që kemi secili nga ne gjatë gjithë jetës, që është kjo rruga e drejtë që ne e dim që është e drejtë, po është edhe një ide intriguese që her pas here të Pra, ideja është kjo, nëse e kuptova qartë, që muzika klasike po flasim, po jo vetëm muzika klasike, po muzika e mirë. Po me që ishim të muzika klasike, është tregime, ndoshta poezi, poema dhe romane të shkruara në muzikë. Ka një mendim shumë interesant. Pra janë histori që tregojnë në muzikë. Po. Dhe unë përpiqem që studentëve t'i tregoj këtë histori. Dhe përpiqem t'i them atyre që dhe ata ta tregojnë këtë histori. Dhe ai njeriu që vjen në skenë dhe dëgjon një pianist, jo patjetër tani mirë është ta di se si është historia, ta di se kush e ka shkruar, çfarë periudhe po flitet. Po edhe pa këtë, energjia që një instrumentist i mirë prodhon, të zgjon ty ato mendime në kokë, le të themi. Se muzika, kjo është magjia e muzikës, që dhe pa fjalë, edhe pa ditur shqip, dhe pa ditur gjermanisht, dhe pa ditur frëngjisht, ty një muzikë e mirë e bërë në shekuj dhe që e ka atë vlerën, ty ta zgjon atë emocion. Nuk ke nevojë të dish gjermanisht për të kuptuar me që jemi te sonata e hënës. Gjithë njerëzve i ngjall atë melankolinë ajo. Pa e ditë historinë sepse Beethoven e ka shkruar, le të theme. Por ti e dëgjon dhe secili nga ne ka përkthimin e vet. Dhe edhe përjetimin e vet. Është një gjuhë, po që nuk shkruhet dhe flitet me fjalë. Po. Është një gjuhë që flitet me ndjesi. Profesori im gjerman më thot një moment kur po më shpjegonte një nga sonatat e fundit Beethovenit, edhe më thot, më vjen shumë keq që Beethoveni këtë filozofi që kishte për jetën nuk e ka shkruar. Nuk e ka shkruar që njerëzit ta lexonin. Ta shkruante me fjalë. Me fjalë. Pastaj tha,
Megjithatë, jo, nuk e mendoj kështu, sepse ata që e kanë shkruar, le të themi Hegel apo gjithë filozofët. Që ishin bashkosit e tij, po themi. Bashkosit e tij e kanë shkruar. Kurse dhe jo të gjithë e lexojnë, kurse muzikën e Beethovenit, filozofinë e tij i vjen edhe atij, le të themi afrikanët që nuk di gjermanisht, edhe shqiptarët. Edhe prap ka vënë fjalë ai. Prap ka vënë fjalë Beethoveni ke Simfonia e 9 dhe fjalët e tij janë që vëllazërimi dhe paqja midis njerëzve do ta shpëtoj botën. Po edhe pa i vënë këto fjalë ti dëgjon atë himnin për shembull e Evropës, ta ta ti ta 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 ta. Dhe të vjen kjo ndjesia që po vëllazërimi dhe paqja është ajo që duhet kemi që të jetojnë të gjithë të lumtur dhe ajo që do na çojë përpara. Sa magjikale është ajo që bën muzika dhe ndërkohë që po shpjegonim këtë, pra që nuk ka nevojë për fjalë për të marrë ndjesinë.